Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju edhe mëngjesin e kësaj shtune do të jemi së bashku që nga ky moment, pra që nga ora 7 edhe deri rreth orës 9, mëngjesin e sotëm patjetër do të kemi shumë kohë dhe hapësirë për të komunikuar së bashku për të biseduar për temën e ditës e jo vetëm, edhe mbi gjithë hapësirë për të marrë sa më shumë biseda dhe telefonata nëpërmjet video call që të kemi mundësi që të ndajmë mendimet dhe diskutimet për disa çështje kryesore që ju dëshironi ti përmendni. Sot jemi ditë e shtunë, data shënon 27 shtator për vitin 2025, duke ju uruar të gjithëve një fundjavë të mbarë. Me programin e mëngjesit do të kemi mundësi që të njihemi së pari, patjetër me shtypin e ditës, titujt kryesor të gazetave për sot dhe atë se çfarë shkruhet në faqet e rëndësishme online, pra le të themi në faqet web të rëndësishme online siç bëjmë çdo ditë, do të kemi mundësi që të ndihemi po pse jo edhe parashikimin e motit dhe më pas hapësira më madhe, kohë më madhe për bisedimet së bashku. Nisim pasqyrën e shtypit dhe do ta nisim me gazetën Panorama siç bëjmë çdo ditë. Sot jemi ditë shtunë, në fakt na kanë mbritur në redaksi edhe gazeta që janë të përjavshme që zakonisht ne i shohim të shtunave. Por së pari vijoj me gazetën Panorama me zhvillimin kryesor që ka të bëjë me zgjedhjet në Tiranë. Kjo është një çështje në fakt që ka shënjuar ndoshta zhvillimin kryesor politik gjatë javës që polëm pas. Zgjedhjet në Tiranë, garë mes zonjave, kjo është edhe pyetja që shtrohet. Negociatat e Partisë Demokratike për rivalen e Manastirliut. Grupi punës, zgjedhjet e reja në Tiranë kanë vënë në lëvizje demokratët, të cilët janë në kërkim të një emri konsensual me alatët, ku nuk përjashtohet edhe një zonjë përballë socialistes Manastirliu. Detyrën për gjetjen e rivalit të saj Sali Berisha ja ka besuar 3 prej vartësve të tij. Që do thotë, grupi punës përbëhet nga Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Ali Mehmeti, besoj Ilir Ali Mehmeti. Opozita synon të zgjedhë një kandidaturë gjithëpërfshirëse, ndërkohë që në fletoren zyrtare di është botuar vendimi për shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit të Bashkisë Tiranës. Më tepër lexoni në faqet 2 dhe 3 në brendësi. Vuajta në Kuriz diçka të padrejtë. Ervin Saljani deklaron do të punoj për qytetarët që përballen me padrejtësi. Pas lirimit me kushti, ish deputeti i Partisë Demokratike mbyll edhe shërbimin e provës. Në foto pra është Ervin Saljani. Shohim të tjera zhvillime, jemi e shtunë dhe në Panorama vjen suplementi Panorama Plus, pra me zhvillimet nga bota e showbizit shqiptar. Shkak martesa, çfarë ndodhi me lidhjen e DJ PM dhe Sarës? Roza Lati fshin fotot me Jonathanin, pyetja shtrohet është krizë mes çiftit. Personazh Ngjëlla Gaçi, pushime në jug mes sportit dhe leximit. Duke mbetur tek i njëjti argument, Amir Rahmani nis bashkëtesën me modelen kosovare në Itali. Këto suplement, zhvillimet e tij lexoni nga faqja 13 deri në faqen 20. Në foto janë Sara Hoxha dhe DJ PM dhe majtas faqja e parë e Panorama Plus. Ecim në të tjera zhvillime, abuzimi. Arrestohet ish menaxheri fondeve të Soros, akuza për përdhunim dhe prostitucion. Në faqen 8 lexon më tepër nga ky zhvillim. Përgjimet, tenderi ujësjellësit, bisedat që çuan në hetim Erion Isajin, pra kreun e Bashkisë së Kolonjës. Muzikanti, nga organoja e kishës tek qelit e Burgut, jeta e At Filip Mazrekut. Opinionet e ditës do të shohim së fundmi, dy janë ato që pasqyrojnë në faqen e parë. Nga akademik profesor Anastas Angjeli, ekonomist pra në profesion, mund të lexoni Lufta ekonomike, ekonomia e luftës dhe ekonomia e paqes. Dhe nga profesor Gëzim Tushi, sociolog me titullin Mjeshtër i Madh. Krimi dhe krisja sociale e shoqërisë. Kjo është ajo që shkruan edhe Gëzim Tushi. E lëm pas gazetën Panorama, ecim dhe zhvendosemi në këtë moment në gazetën Tema, është e radhës dhe do ta kemi në ekran. Në foton kryesore të gazetës Tema është Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike. Pozicionoi më së miri gazetën për të parë edhe shkrimin që e shoqëron. Akuzat qesharake, Aruba, një babale karaibiane post zgjedhore. Më tepër lexoni në faqet 4 dhe 5, një çështje që po përmendën nga Berisha gjatë këtyre ditëve, Aruba, një babale karaibiane post zgjedhore, akuza qesharake. Detajet fakti lexoni në faqet 4 dhe 5, ndoshta për të kuptuar eksaktësisht edhe këtë situatë apo këtë histori.
nuk ka zgjedhje o njerëz, duhet i thërisni mendjes. Andi Bushati kundër pjesëmarrjes së opozitës në zgjedhjet e Tiranës, ndërsa Adriana Kalaja shpall kandidaturën për bashkinë e kryeqytetit. Intriga në zgjedhjen e kreut të SPAK. Lorenz Vangeli deklaron: procesi ka nisur i helmuar. Çfarë s'do dëgjojmë? Kush është relatori që nuk pranoi të bëhej pjesë dhe u tërhoq? Gara për kreun e ri të SPAK, Anila Hoxha zbulon debatin e fortë në mbledhjen e KLP-s. Pati dhunë verbale, shkak ishte, më tepër lexoni në faqen 6. Vjoj me rubrikën Histori Dosier, e gjeni në faqet 10-11 në brendësi. Jo, është një zhvillim në fakt, në faqet 10-11 zakonisht është rubrika Histori Dosier, por materiali shpasurohet gjatë ditës sotme ka të bëjë me ngjarjet e aktualitetit. Vrasja e Klevis Leshit u porosit për 50.000 euro nga Aurel Hoxha. Si nisi hasmëria mes dy fiseve në Burrel pas një vrasje në Londër që shkaktoi 5 të vdekur. SPAK ka zbardhur pas 5 vitesh rrëmbimin dhe vrasjen e Klevis Leshit, 24 vjeçar. Shohim të tjera zhvillime në pjesën e sipërme. Qeni që la Tiranën, rrëfimi i rrallë i diplomatit sudez, ndoshta mund të jetë dhe suedez, kur binte komunizmi në Shqipëri. Antena brenda familjes muli në dilema për negociatat brenda opozitës. Arlind Qori refuzon Partinë Demokratike, Lapaj dhe Dash Shehi mendohen. Pra Arlind Qori refuzon PD-n, Lapaj dhe Dash Shehi mendohen. Një negociatat pra që po bën për një kandidat për kryetar bashkie të Tiranës mes partive opozitare. Me bazë shkruan: përse Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të zgjidhet se sa kur u emërua. Pra edhe njerë përse Ogerta Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të zgjidhet kryebashkiake se sa kur është emëruar apo kur ka mësuar që do të jetë ajo kandidatja në Asamblenë e Partisë Socialiste. Leonida Mërtiri shkruan: helmimi i një shoqërie dhe nga Indrit Vokshi mund të lexoni: po ikin opozita e vërtet e Edi Rama? Kjo është pyetje që shtron Indrit Vokshi. Apo ikin tek Edi Rama opozita e vërtet? Me opinionet e ditës, përfunduam edhe gazetën Tema, zhvendosemi me numrin e kësaj shtune në gazetën Dita. Dhe e theksoj për ata që ndoshta ende nuk e kanë si informacion, që nuk është thjesht numri i kësaj shtune në gjitha të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi, por pak a shumë është numri fundjavës, duke qenë që nesër për atë diellën gazetat nuk dalin në botim, është thjesht një ditë pushimi dhe rikthehen të hënën. Shohim zhvillimin kryesor në gazetën Dita në këto momente, sepse këto të përditshme kemi në ekran. Zhvillimi kryesor eksaktësisht ka të bëjë pra me zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Por të shohim, kjo është edhe pyetja e ditës apo sondazhi që ne kemi, se çfarë do të bëjë Erion Veliaj, do ta ankimojë apo jo vendimin në gjykatën kushtetuese. Po ta ankimon në gjykatën kushtetuese, ndoshta do të shtyjë zgjedhjet e tjerë. Detaje dhe analizë: Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Pra Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Manastirliu e përzgjedhur nga Rama për detyrën e kryetares, i ka bërë atij vetëm një kërkesë: që Balluku të jetë udhëheqësi e fushatës elektorale për Bashkinë e Tiranës. Ja pse? Duke lënë përsipër udhëheqjen e fushatës Belinda Balluku, që është de facto kryeministre e vendit, Manastirliu ka zgjidhur një sër problemesh të fushatës me një të rënd të lapsit. Detajet janë në faqen 3, pra është edhe një analizë, por dhe detaje nga gara që mund të zhvillohet. Shohim të tjera zhvillime. 213.000 përfitues nga paqja fiskale do të falen 335 milion euro borxhe mbi 10 vjeçare. Rreth 1.7 miliard euro është borxhi tatimor që do të preket nga paqja fiskale parashikuar në programin e qeverisë. Çdo borxh i krijuar para 2016-s falet plotësisht. Pra edhe një herë për bizneset më së shumti, çdo borxh i krijuar para 2016-s falet plotësisht. Aksioni i SPAK. Pronari lokalit luksoz në Tiranë akuzohet për 5 vrasje dhe trafik droge. Pas fasadës me vipse të showbizit, fshiheshin krime të rënda dhe një sak vrasjesh e lidhur me hakmarrje për vëllan. Në brendësi të gazetës Dita mund të lexoni: shënim hetimi për ata që i numëruan Veliajt ditët e punës.
situata dhe media, gazetaria e përballur me krizë ekzistenciale. Pra gazetaria e përballur me krizë ekzistenciale. Incidenti, odiseja e turistit holandez nga aksidenti në rrugë Tenetët në Paraburgim në Gjirokastër. Në një artikull për median e vendit të tij, ai ka treguar për eksperiencën në Shqipëri. Shohim të tjera zhvillime, jemi ende me gazetën Dita. Historia, profesori italian në Burgun e Fierit. Rubrika e shëndetit, sallata me vitamine që ndikon tek kilet, pra tek kilogramët, tek pesha. Arkiva, qeni që la Tiranën dhe mira syt e pulitur brenda kopshtit të ambasadës. Njeriu që organizoi largimin nga Shqipëria të afër 5.000 njerëzve si dhe të një qeni. Okej, lexoni këtë material në faqet 18-19, pak më parë në fakt e pam që ishte i pasqyruar si zhvillim edhe në gazetën Tema. Situata brenda Shqupit, pra kur themi brenda Shqupit, pak a shumë e kuptojmë, identifikohet brenda Partisë Demokratike. Pse frika e opozitës nga zgjedhjet e parakohshme në Tiranë nuk ka si shkak Ramën? Kemi një opozitë që po nis të mjaftohet me një mandat të përjetshëm opozitarizmi, duke i hequr përfundimisht syt nga karriga e pushtetit. Këtu qëndron edhe thelbi i frikës së opozitës nga zgjedhjet e radhës. Këto ishin materialet, zhvillimet kryesore në Dita. Bëm me dije gjithçka pasqyroi në faqen e parë. Kalojmë në këtë moment në gazetën Telegraf. Shohim zhvillimin kryesor në këtë të përditshme, e kemi në ekran, por do ndalemi më pas me gjithçka që pasqyrohet në faqen e parë po ashtu. Me Air Albania, as të gjallët e as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Ky është kryer artikulli në Telegraf. Pra edhe një herë, me Air Albania, as të gjallët e as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Një trup i pajet u bë viktime një pritjeje absurde, duke qëndruar për orë të tëra brenda avionit të Air Albania, së bashku me pasagjerët që udhëtonin drejt Milanos. Fluturimi nga ana e kompanisë u vonua me më shumë se 6 orë, duke mbajtur në bord edhe pasagjerët në nxehtësi dhe pasiguri. Ndërkohë, një kompani amerikane ka ngritur padi kundër flamurit shqiptar të ajrit së bashku me Turkish Airlines. Shohim tjera zhvillime. Kryeministri Rama, thirrje të rinjve dhe bizneseve, mos e humbisni eventin Regional AI Hackathon 2025 që po vjen në Shqipëri, që besoj ka të bëjë pra me inteligjencën artificiale, nëse gjithmonë shohim AI apo edhe IA, shqip apo dhe anglisht, do të thotë pra që kemi të bëjmë me inteligjencën artificiale. Presidenti Bajram Begaj takon sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Guterres, Shqipëria rol në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe të drejtave të njeriut. Analiza nga Zef Preçi, ekspert ekonomie, ish zëvendësministri i ekonomisë. Kalimi i ylberit politik ka hapur portat për element Soros, koha që qytetarit të ketë të drejtë të revokoj mandatet. Shohim të tjera zhvillime. Spaku, policia dhe qeta e kokainës. Kronika, Ekuadori përmend mafian shqiptare, duke e kthyer Shqipërinë në qendër të akuzave në nivel global. Rishfaqet në sken Toyota Yaris, ku valizhet e parave mbushen me drogë, ndërkohë që zbardhen përgjimet e kryebashkakut socialist të Kolonjës për abuzimet me tenderat 20 milion euro. Spak futet në ethet se kush do të zgjidhet kreu i ri, ku 8 prokuror nuk kanë çfarë të humbasin pasi u mbaron mandati. Ecim në të tjera zhvillime, mbetemi në Telegraf dhe do të ndalemi tek një personazh, Amik Kasoruho. Histori e tradhtive, histori e trisht. Dosier, Shqipëria mes ankthit dhe ëndrës. Asnjë histori nuk do të mund të ndeshet me një përqindje kaq të lartë tradhtarësh apo armiq sa krijoi diktatura komuniste. Nga dëshmori i parë i lirisë tek ai demokracisë, trashëgimia mbi ekzekutimet e intelektualëve të opozitës, atyre të luftës, agjentëve të perëndimit dhe si urrëtia i zuri vendin ligjit. Lexoni në faqet 10-11 pra rubrikën Histori dosier, rrëfim i Amik Kasoruho, histori e tradhtive, histori e trisht. Vjojmë Telegraf, sepse pastaj do të ndalemi në Ex Libris. Sociale, Kuçova Kuturbon Kreshnik Hajdari i ndan paratë e tenderit të VC-ve me Kriston dhe mbi qyrsin e punimeve 6D plan.
Hetimet, si u përhap në Myzeqes skema piramidale me kriptomonedha. Vjoj me rubrikën Mjeku në familje. Viroza Destinës që prekin fëmijët, shenjat e para, grup moshat më të prekura, parandalimi dhe kurimi, mjekimet për hipertensionin, stresin, ulçërin dhe hepatitin kronik. Mozaik dhe aktualitet, Ilirian Ballaj, fati pabesueshëm i 5 djemve të shkollës teknike amerikane të viteve 20 nga gjormi i Vlorës. Sport, flet Rezart Dabulla dhe Arjan Pisha, Tirana Dinamo, dueli historik në fundin e tabelës janë ndeshjet e radhës. Nga Qemar Lame mund lexoni, Donald Trump me qëndrim të ri për Ukrainën. Mustafa Bakia si veteran shkruan Patriotët e Skraparit dhe lufta kombëtare e Vlorës. E lëm pas edhe gazetën Telegraf dhe do të shohim në këto momente edhe nëpërmjet ndihmës së regjisë gazetën Ex Libris që na ka mbritur në redaksi në mënyrë elektronike, pra nëpërmjet e-mailit. Do ndalemi tek Ex Libris, më pas Kushtrim Brezash, Panorama Sport edhe tek mediat online. Por ndalemi këto momente në Ex Libris, që është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Të shohim në momentin që ta kemi gati, e theksoj edhe mendimin e kolegëve në regjisë, sepse gazeta Ex Libris na ka mbritur në email, pra jo në versionin print, por në mënyrë elektronike. Nuk di kolegët të më konfirmojnë nëse e kemi gati apo jo Ex Libris momentalisht, apo do ta kemi edhe pak më vonë. Mirë, në pritje që të kemi gazetën Ex Libris, e kemi në këto mende, faleminderit, kështu që shohim me detaje. Dhe ndalemi më konkretisht, Ledja Gjoga, letërsia është domethënëse kur ndihet si diçka e gjallë, ka biseduar Andreas Dushi. Ledja Gjoga është shkrimtare dhe dramaturge shqiptare-amerikane, ka lindur në Tiranë dhe jeton me familjen e saj në Brooklyn, dhe Catskills, romani saj Keq kuptimi, fitoi çmimin e librit të qytetit të New Yorkut dhe shpallur finalist për çmimin e romanit të parë në Center for Fiction në Brooklyn dhe ka hyrë në listën e të nominuarve për çmimin prestigjioz Booker Prize 2025. Kur letërsia i huan zërin e saj historisë, si është shkruar ky libër, sot ditëlindja e shkrimtares dhe përkthyesës së njohur, roman i ri nga Mira Meksi, ikona e plagosur. Bibliografi më i madh shqiptar, Lumo Skëndo. Vëllimi 11 i veprës së Mitat Frashërit, bibliografia nga Uran Butka. Zhvendosim pak gazetën në këto momente për të parë edhe zhvillimet e tjera në gazetën Ex Libris, e theksoj një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Shohim dal nga dal për të parë edhe zhvillimet e tjera. Shënime për librat, poshtërimi dhe digniteti, historia mes fjalës dhe kujtesës nga Mimoza Hysa. Lea Ypi të poshtëruar nga Botimet Dudaj. Nxiton nga dal nga Dimitrov Popović, Kostas Limburis, Qipro, 1974-2024, 50 vjet pas pushtimit, botimi i ri nga Nerajda. Promovohet në Austri romani autobiografik Kreuz Tane, i shkrimtarit dhe ambasadorit Fate Velej. 6 dëshmor në një fotoplakat nga Qerin Vrioni. Një mbrëmje me kërkohet një tenor nga Gjoina Sala. Është rubrika bibliotek që gjeni shkrime dhe opinione po ashtu. Për të mbetur në tjetër në hapësirë, Via Lucis, portreti kulturor i artistit Lazar Lumezi nga Stefan Çapaliku. Transformizmi estetik, arti si procesi ndryshimit dhe i krijimit të realitetit. Kemi dhe dy zhvillime të tjera që do t'i shohim po ashtu. Një ka mbetur në fakt, in memoriam, Anagnosti, regjizori që bëri kineman shqiptare të flasë me gjuhën e përjetësisë. Nga Ilir Çumani vjen ky shkrim. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Ex Libris, një gazetë javore, letrare dhe kulturore që ne shohim çdo të shtunë në mbrin në redaksi. Zhvendosemi këto momente me Kushtrim Brezash, që është një botim i organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit. Jemi me kryartikullin në këto momente. Vjen nga Hajdar Domi. Idet, idealet dhe mësimet e lançit gjithnjë aktuale dhe të pavdekshme. Aktualitet. Këshilli Zonal i Bashkisë Porrinjës shton radhët e organizatave me pasardhës veteran. Po tek zhvillimet nga aktualiteti.
Çorovod, organizata e lagjes 5 shtatori në krye të punëve nga Taip Çela. PEZ festohet 81 vjetori brigadës 22 sulmuese nga Vera Tarifa. Mbetemi në kushtrim brezash. Aktualitet, Gjirokastër përkujtohet 81 vjetori çlirimit të qytetit nga forcat gjermano-balliste. Malësi e madhe, përkujtohet 105 vjetori luftës së Koplikut. Histori, 5 gusht, 28 shtator, 1943, lufta e Konispolit. Po histori, Berat festohet 81 vjetori çlirimit të qytetit. Vëzhgim, simbolet e lançit, pasuri kombëtare që kërkojnë kujdesin ton nga Qemal Poçi. Dhe aktualitet, përkujtohet 81 vjetori brigadës së 23 sulmuese dhe çlirimit të Krujës nga Mehmet Deliu. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Kushtrim brezash në numrin e kësaj jave. Edhe kjo është një gazetë javore, e theksoi botimi organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit, cilët jemi bindur që na ndjekin në këto momente dhe absolutisht që i përshëndes dhe uroj jetë e shëndet të kenë. Zhvendosemi në Panorama Sport për të marrë edhe zhvillimet sportive të fundjavës. Kur them të fundjavës, sepse do kemi mundësi që të shohim gjithçka do të ndodhë në këtë fundjavë, kryesisht futbollistike, me ndeshjet futbollin në vend dhe futbollin europian. Ka paktën 2 super ndeshje, një në Spanjë dhe një në Itali. Por fokusohemi tek futbolli në vend, kategoria superiore, ku po ashtu ka ndeshje interesante. Elbasani prov lideri, Partizani për ringjalljen. Gvozdenovic, që është trajneri i Elbasanit, ka deklaruar: jemi më të fortë se Dursakët, dobit e Utës na kënaq vetëm fitoria. Demat me mision në ballë, Shmilinkovic prisja më shumë pikë. Formula 1, me që jemi në pjesën e sipërme të gazetës, Red Bull tremb McLarenin, Norris janë tjetër nivel. I rikthehemi futbollit në vend. Çobani, Dinamo do të rikthehet. Jorgji gabon me dashje, ish lojtari blu analizon superioren. Derbi, Tirana-Dinamo, sot ora 16, për ora 4 pasdite. Bordin është trajneri i Tiranës, ka deklaruar dje, nuk ka kohë për dorëzim. Tirana duhet të ngrejë kokën. Daja hesht sërish. Rezultatet tensionojnë situatën e kryeqytetësve. Ilir Daja nuk ka folur për mediat përpara ndeshjes, siç është traditë në fakt dhe siç trajnerët duhet të flasin, se kështu ndodh edhe kudo në botë. Kategoria superiore java e 5, sot luajnë këto ndeshje. Bylis Partizani në Ballsh, Tirana Dinamo luan në orën 16 dhe në orën 19, në orën 7, pra në mbrëmje, Elbasani Teuta. Nesër Vllaznia Vora dhe Flamurtari Egnatia. Flamurtari Egnatia, vlonjatët kthehen në shtëpi, presion për triumfin e parë. Flamurtari deri më tani ende nuk e ka fituar një ndeshje. Braziliani nga Santosi në Rogozhin rrëthehet Fernando. Të dielën Vllaznia me mungesa përballë surprizës Vora. Kategoria e parë, Besa Lush Njazdin të fitojnë, Duro drejtoi pa dëshirë. Në Korçë, Skënderbeu mund Laçin dhe merr Aratin në kampionat. Java e 5 në kategorinë e parë, dje Besa Lush 1-1, Skënderbeu Laçi 1-0. Sot luhen në orën 16, në orën 4 pasdite, këto ndeshje, Kuksi Pogradeci, luftëtari Iliria, Kastrioti Bureli, Korabia Polonia. Kategoria 2 ngresi parin, rivalitet në të dy grupet. Zhvillimet nga futbolli evropian. Në Serie A, Allegri dhe Conte, historia që mund të mos ishte shkruar. Kur përmendoj që ka 2 super ndeshje, njëra është Milan-Napoli, të dielën pra nesër në mbrëmje. Gjermani, Bayern i marshon, Kane është i papërmbajtshëm. Mbrëm, Bayern Munich, Werder Bremen 4-0. La Liga, derbi Madridit ndal Spanjën, Barça në kaos. Sot luhet në 16:15, pra në 4:01 çerek pasdite, Atletico Real Madrid. Dhe në Premier League, Chelsea dhe Anglia humbasin Cole Palmerin për shkak dëmtimi. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport dhe në këto momente do të kemë mundësi që të shohim zhvillimet e rëndësishme në shqiptarja.com dhe më pas në media të tjera online. Por jemi së pari me shqiptarja.com që është faqja jonë zyrtare në internet. E kemi këto momente nëpërmjet iPadit që kemi në tryezën e punës, mund ta shohim me detaje. Por
ka dhe një zhvillim të minutave të fundit në fakt që po ashtu e gjejmë edhe në shqiptare.com përveç fleshit informative. E gjejmë edhe në shqiptare.com sepse është hapësira e fleshit. Në Tepelen gjendet i vrarë me armë zjarri në fshatin Salari një biznesmen italian. Kjo është një ngjarje pra që është regjistruar. Biznesmen italian ka një aktivitet prodhues këtu në kryeqytet, një fabrik tullash rreth 40 vjeç. Ka qenë në një automjet që vinte në segmentin që ecën në segmentin Nivicë Salari dhe ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Dilan mes Nivicës dhe Salarisë. Një person, të paktën janë gjithmonë informacionet e parë që po na përcjell dhe kolegu Piro Nase. Gjitha këto informacione gjithmonë nëpërmjet burimeve është qelluar me breshëri automatiku, teksa është shkëmbyer me mjetin që udhëtonte italiani, pra që do thotë edhe autori apo autorët e kësaj ngjarje lëviznin me një automjet në këtë segment. Kjo është ngjarje, ky është zhvillimi i minutës fundit për vrasje me armë zjarri, një biznesmen italian në zonën e Nivicës, afërsisht në Tepelen, rreth 40 vjeç, është vrarë me breshëri automatiku. Ka një biznes në Tiranë, një fabrik tullash këtu në kryeqytet. Ky është zhvillimi i minutës fundit që e gjeni edhe në shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, po e ndiqni edhe nëpërmjet fleshit informativ. Por vijojmë me shqiptarja.com me të tjera zhvillime. Odiseja turistit holandez nga aksidenti në rrugë, netët në paraburgim në Gjirokastër dhe lirimi kundrejt 5.000 eurove. Në foto është artikulli në median holandeze dhe makina aksidentuar në Shqipëri në muajin gusht. Këtë histori më tepër e lexoni pra në brendësi të shqiptarja.com dhe një tjetër ngjarje apo histori që është pak a shumë e ngjashme. Si ka përfunduar profesori famshëm italian në burgun e Firit pas aksidentit rrugor, media italiane incidenti që mund të kthehet edhe në një çështje ndërkombëtare. Kemi rubrikën minut pas minute që lexoni po ashtu pra edhe zhvillimet më të freskëta, zhvillimet më të fundit, por e përmenda fjalën freskët. Bota, për shembull, plani i Evropës dhe NATO-s, një mur dronësh në lindje kundër kërcënimit rus, por do të duheshin 20 milion të tillë. Pra imagjinoni 20 milion dron. Ecim dhe shohim një zhvillim që ka të bëj me politikën. Okej, e kemi në këto momente. Në fakt, nga Skënder Mingjozi është dhe një analizë. Frika opozitare nga zgjedhjet nuk ka shkak Ramën, në foto është Sali Berisha. Një zhvillim fundit që ka të bëj nga kronika, një ngjarje ditës së djeshme, nuk është ngjarje ditës së djeshme, por zbardhja e disa ngjarjeve të viteve të kaluara që pak a shumë është bërë SPAK, zbardh vrasjen e Klevis Leshit, janë paguar 50.000 euro për gjakmarrje. 3 persona në pranga, njëri është kapur në Itali në kërkim porosit si pronar i lokalit Monopol dhe Elite Event. Këto ishin zhvillimet në shqiptare.com dhe lajmin e minutës fundit që e përcollëm dhe që po ndiqni dhe në fleshin informativ. Ecim në media të tjera, shumë shkurtimisht edhe për të mos humbur kohë, vendosemi në këto momente me kohën ditore për të marrë disa zhvillime nga Republika e Kosovës. Do të shohim zhvillimin kryesor. SBA-ja, pra SBA-t kërkuan ndërim kursi, Kosova ende pas sinjale ndryshimi. Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për pezullimin e dialogut planifikuar strategjik me Kosovën, mbetet e paqartë nëse qeveria do të ndërmarrë apo jo ndryshim kursi. Një tjetër zhvillim që është i rëndësishëm, lajmit e mbrëmjes KFOR-i ka deklaruar nuk kemi identifikuar shkelje me dron që mund të rrezikojnë sigurinë në Kosovë. Që nga 2005-a janë shkatruar rreth 16.000 armë, zgjedhjet lokale dita 14 e fushatës, sepse në 12 tetor në Kosovë mbahen zgjedhjet vendore për kryetarët e rinj të komunave. Vjosa Osmani, pjesë e takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor me Richard Grenell. Nga koha ditore do të kalojmë edhe në mediat italiane ku gjejmë në fakt zhvillimet ndërkombëtare, sepse situata me lindjen e mesme, me luftën në Ukrainë, ka një vëmendje të madhe në gjitha mediat ndërkombëtare. Kështu që fokusohemi në këto momente edhe më konkretisht me lindjen e mesme. Kur themi me lindjen e mesme, po të si çfarë ka ndodhur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, ka folur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është bërë një lloj show, por edhe vërshëllima.
ka pasur shumë delegat që i kanë kthyer shpinën dhe që kanë lënë asamblen. Ndërsa mjekët pa kufi do të largohen nga Gaza, duke theksuar se është shumë e rrezikshme. Janë edhe videot në Corriere della Sera, momentet kur flet Netanyahu dhe të pranishmit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ose janë larguar, kanë lënë sallën, ose edhe kanë vërshëllyer. Dhe Netanyahu ka treguar dhe hartën, duke theksuar se Irani, për shembull, është një kërcënim si për ne, pra si për Izraelin, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë shkurtimisht dhe në La Repubblica, megjithse edhe në këtë media prestigjioze italiane, pak a shumë këto zhvillime pasqyrojnë, por e shohim në këto momente. Shumë interesante dhe kjo që ka treguar Benjamin Netanyahu, në fakt kryeministri izraelit në OKB. Dhe titulli kryesor në La Repubblica është Netanyahu ngrin Organizatën e Kombeve të Bashkuara duke theksuar do të përfundojmë punën tonë, apo do të përfundojmë atë që kemi nisur. Nga ana tjetër, Donald Trump ka theksuar se kam një lloj entuziazmi për negociatat në lidhje me Gazën. Edhe Netanyahu ka pasur, le të themi, një lloj pankarte në dorë, duke bërë me dije që në një farë mënyrë kush e do Amerikën të vdekur. Para shumë, sepse fjalimi është mbajtur në New York, së pari Irani, domethënë A Irani, B Hamasi, C Hezbollahu, D grupet rebele Houthi dhe alternativa E, kudo edhe në mbar botën, po ashtu ka që duan Amerikën të vdekur në një farë mënyre. Ishte gjithçka dhe në La Repubblica, dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Pak reklama, rikthehemi një herë për të nisur komunikimin së bashku. Jemi në studio, vjen me programin Shtypi i ditës dhe ju, dhe me njëherë këto momente të nisim komunikimin së bashku në mënyrat e zakonshme të komunikimit, apo të bërjes pjesë programit, me video call dhe le të themi telefonatat e zakonshme nëpërmjet numrit fiks. Të paktën si temë dite kemi këtë që diskutohet në ekran, ka qenë fakt zhvillimi kryesor edhe i kësaj jave. Dhe shohim edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Jemi në pikën që Erion Velin, sekretar bashkie, ka shkarkuar Këshilli Bashkiak dhe qeveria, por ka të drejtën brenda 15 ditëve që ta ankimojnë gjykatën kushtetuese dhe më pas pra do të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe do të lihet si e ngrirë gjithë procedura edhe për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Tani ne ju pyesim në këtë situatë dhe gjithçka ka ndodhur, a duhet sipas jush që Velia ta ankimojë në kushtetuese këtë vendim për shkarkimin e tij? Janë në këto momente më shumë se 500 vota, rreth 560 vota në sondazh.tv. Diçka më shumë se 59% atyre që kanë votuar thonë që po, pra mendojnë që Velia po ta çojë gjykatën kushtetuese vendimi për shkarkimin e tij, rreth 31% thonë që jo dhe gati 10% një pjesë këndërueshme kanë zgjedhur alternativën nuk kam mendim. Telefononi në studio, bëni pjesë e programit dhe mund të diskutojmë shumë gjerësisht edhe se kjo çështje patjetër. Dhe telefononi ose më saktë bëni pjesë e programit me video call, WhatsApp call që të komunikojmë me zë dhe me figurë. Në 069 60 13 649. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urdhëroni, vetëm ju lutem një këshill, kërkesë dhe mirëkuptimin dua ju kërkoj që në momentin që bëjmë pjesë me video call e programit, ju lutem që të fiksoni pak mirë telefonin, mbani mirë telefonin dhe të mos lëvizni shumë, le të themi, para mbrapa telefonit, sepse nuk është fort e hishme për ekranin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Mirëmëngjesi, nëna, sa na ke munguar, si je me shëndet? Kemi qenë pa shef pra ne. Ja pra, jo më kohë të pyeta që së pari si je me shëndet. A je më mirë tani? Po, ma mirë, jemi, gjithë mirë jemi. Shqyqyr. Dhe gjë djalë. Më thuaj. Gjithë qeveria po shkarkon e po ngarkon njerëz. Po shkarkon e po ngarkon, no? Si djalit. Po, Veliajt, Po të gjithë shkarkon ngarkon, si mi të idhon halë se qa po bën. Po? Për sajtë përket për kryetarin e bashkisë të Tiranës,
Unë si nanë me vje shumë keq. Ai mund ketë marrë, mund ketë hangër, po ai që punon edhe gabon. Po? Ai djaliri është, nuk duhet ta kishi shtërgu ka shport në për këto biruca. Okej. Diçka tjetër? Është gjyna. Është gjyna ke zoti. Unë kemi shumë për të thonë, po nuk kemi të i thonë. Unë vetëm flasi diçka për saj përket për pensioneve. Ma thuaj edhe për pensionet, shkurtimisht. Po. Premtimet jashtë zakonshme, jo indeksi, jo stër indeksi, jo 3%, jo 2%. Po të vendosin nër pensionin 300 euro si gjithë bota, e të marrim pensionin, e të blejmë bukun, e të blejmë hilashet, E kuptoj. e të jemi shqiptar të lirë. E kuptoj. Jemi shqiptar të lirë. Mirë, nëna. Hajde, qau, nana, qau, se kemi shumë për të thonë. Hajde, Qau, të falenderoj dhe unë. Të përshëndes, fundjavë të mbarë edhe shëndet, me që nuk ishi qenë fort mirë në aspektin shëndetësor. Mirë mëgjes, përshëndetje, ecim me tjetër opinion, bëni pjesë të programit edhe me video call. Lutem edhe njërë, u shpjegoj, numër telefonit që keni në ekran, regjistrojnë në aplikacionin WhatsApp dhe më pas, në përmjet aplikacionit WhatsApp, bëni thirrjen me video, bëni pjesë e programit, vetëm pozicionimi telefonit jetë pak i mirë, i fiksuar që të komunikojmë shumë mirë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Sepse sot e kemi mundësinë që të marrim edhe më shumë telefonata. Përshëndetje, ju dëgjoj me vëmendje. Pa tjetër se shështun. Po, më thuaj. Sa i përket Rion dhe Liajt, ashtë unë kam thënë edhe njerë më para, që këmë shpejt që aty ka dorë, në kuptonë, apo jo, na i prefektja, na i kryesori i pësës. Se s'ka mundësi e Rion dhe Liajt, kuptonë, me një milion euro, të mere dhe të shohet aty dhe të tjetë me miliona euro, aty ka shumë gjera, kuptonë, për të diskutuar ani. Nuk diskutohet fare, a i përmbat, kuptonë, apo jo përsaj si me vjerës, a i do ple me minovan. Dhe kjo vajti puneve Liajt, për të punë. Dhe Allah dhe abet të zodja dhe djali që ka punuar për atë person, ka punuar një dinamosha 18 vjeqe dheri sa e sot atë. E kuptoj. Zotri, dhe po punon akoma. Nëse... Unë të themi disi... Urda. Oke, jo, ma thuaj, mos ndoshta haron mendimin se unë ta bëj dhe pak më vonë pyetjen. Ma thuaj, adhe që kishit për thënë. Po. Dëgjo. A i ka të drejtën e Zotit, ka të drejtën e vetë, dhe që ta hedhin në gjukat kushtetuse, dhe të gjitha ata të pësës, dhe unë krye me ata të pësës, të presim kupton dhe apo jo, se qa do vërtetoj gjukata kushtetuse, dhe pasëndaj kupton dhe apo e të nëzirim edhe nga drejtësia ato të gjitha atje. Se dhe neven, një pjesë Me kuptoj, zotri, të lutem, shumë shkurtimisht të pyes, të lutem, jepi një sa më shpejt mendimet që të fitojmë kohë gjithmonë. Unë të pyes, nëse do të bëjnë zgjedhje, PS-ja kandidon në Gerta Manasiliun, kush do t'jetë si pas jush nga PD-ja? Gjithë e bëjmë një diskutim në kafe, në shtëpi e tjere që PD-ja është mirë të kandidoj këtë atë. I bëjmë në këto biseda. Ja ma thuaj tani, kë mendoni ju? Jo, u mendoj këtë tani. Po? Edhe atë vendin që kemi marrë ne. Pra te që e shumë e gabuar. Po dakord, atë ja kuptova unë. Unë të kurse nga e djasa. Për të tërë ata që mendoj ju, kupton dhe ata kam bërë dorhegje. Nuk afrohen. Dhe përdeja ata që kupton dhe si peshku në zalë kur i thonë, nuk ka se ketë qoj. Ta që ka dala i ati po gradecarje i qaj qojnë atë. Klevisi, Zoti Balliu. Dhe do dali për të kandiduar aty në djasa. Po, e disa do dalin aty, aty do dalin, ja këtuja, do bizetojnë bashkë dhe do dalin shumë. Do dalin shumë. Shumë njerë. Ta që ka në gjithësia ndi i së veçanë. Po më le...
Po shumë shkurt, të lutem, se u zgjatën, ma thuaj, më sekundë. Po. Tashi, unë jam operuar po vete rreth 20 ditë. Po. Falenderoj të gjithë të rinjët, të gjithë mjekët, të gjithë kutonti atë trupi shëndetësor të rrethit dhe të rajonit të spitalit të Fierit, që nuk është më i spitali 20 vjetë para. Okej, shumë mirë. Shumë mirë. Të falenderoj për telefonatën, jetë shëndet të kesh edhe mjaft mirë kur falenderon edhe mjekët, sepse shpesher kritikohen për sistem shëndetësisë gjithmonë ka këto. Mirë mëngjes, për shëndetje, kam një tjetër bisedë në studio. Zotri, mirë mëngjes, ju për shëndes. Kush jeni dhe nga telefononi? Të lutem, uleni pak zërin e televizorit dhe komunikojnë vetëm në... Po, mbaje pak mirë dhe telefonin, të lutem, mua kam bërë thirrje disa herë. Ule zërin e televizorit, nuk komunikojmë do të kështu, të lutem, se nuk do të regojmë as i ashpër, se edhe nuk jam, por ule zërin e televizorit dhe komunikojmë vetëm përmjet telefonit, të lutem. Veten e shikon në YouTube, i gjithë programi hidhet i plot në YouTube edhe në YouTube-in e Report Televizion e shikon veten. Kështu që, ashtu, më shikon, më thuaj. Kisha dy gjëra që të shumë të fare. Po. Përse përket të situatës kryetarit të Bashkisë Tiranës. Për mendimin tep është një masë që u përshpejtu jashtë mase, pa ndëgju akoma fjallën e funit. Largoje pak telefonin, zotrit lutem, pa dashur t'ju ndërpres, largoje pak telefonin nga fytyra. Okej, aty jemi në rregull, aty jemi shumë mirë, të lutem, nuk do t'ju ndërpres, por vijone. Shkallët e gjykimit. Me sa di unë, në përmjet jush, Zotë Velia e ka hullë këtë gjykatë kushtetuese. Jo, nuk e ka hedhur akoma. Kjo është pyetja që ne ju shtrojmë. Si pas jush, duhet ta hedhi apo jo në gjykatë kushtetuese? Për mendimin tem duhet ta hedhi, Zotë. Duhet ta hedhi. Ka një përprasje, dashe ligjore. Po? Më duke se të si e po përnonë në 2 standarte. Po? Pra ne kemi thonë që pare ligjit jemi gjithë e lojtë e shëtë do zbatu kjo qo, që është me pas që dhe qytetari tjeshtë. A më kuptan? Ju kuptoj. Duhet të presë, jo më një herë të mere vendimin të shakohet, përshqy se është zjedh nga qytetarë të Tiranës. Të presim tani, unë për menimin tem, akoma që nuk ka marrë gjykim, është i befajshëm. Atëherë, përdesë këj person nuk ka dalë para të gjykush, ai mund të marrë befajshim. A më kupton, Jo, ka diçka, të lutem, ka diçka. Në gjykatën kushtetuese, a i hedh, po e them si që thatë ju, hedh vendimin për shkarkimin, ndërsa çështjen e tij me drejtësisë, për ato akuzat i ka me drejtësinë, me spakun me GKK-n. Por, e fundit fare, nëse do të bëshin zgjedhjet, PS-ja Manastirliun, kë mendon që mund nxjerrë PD-ja, opozita, etj, si e shikon? Atëherë, mendimi im, përse përket zgjedhjeve në Tiranë, Manastirliu do të marrë më shumë se sa mori edhe Erion Veliaj. Më shumë Manastirliu, po pse mendon që më shumë Manastirliu? Pse mendon që më shumë Manastirliu edhe se Veliaj? Shiko, zotë Andi, e djatha qoftë e bashkuar të mas maj shpes qoftë se nuk do të marrë jo Tiranën, po asë një nga këto bashkit që do të bëjnë zjedhë. E kuptova, okej, faleminderit. Faleminderit, zotrit, të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën dhe fundjavë të mbarë ju uroj në këto moment, ne kemi shumë interes, sepse sot letemi njësë fundjava, gjithë duan të shojnë edhe të kuptojnë parashikimin e modit për bërë ato planet e tyre. Parashikimi modit pak reklama, rikthehemi në orën 8 me flesh informativ dhe në pas vjojmë deri në orën 9 me shtypit ditës dhe ju. Mirë, vjen këto momente në zhvillimin e minutave të fundit që kemi bërë me dije, por në komunikim për më tepër detaje kam kolegun Piro Nase. Po vjoni ta ndiqni në fleshin informativ në TPL në Salari është gjetur i vrarë një biznesmen italian shëlluar me automatik nga një mjet në lëvizje. Piro, mirëmëngjes, përshëndes, kur ka ndodhur ngjarja dhe cilat janë detajet e të dhënat që kemi deri në këto momente?
Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Ngjarja shumë e rëndë ka ndodhur pas mesnate, gati ndoshta në orën 00:30 minuta, atëherë kur është lajmëruar përmes një telefonate anonime në dijenin time, policia e Tepelenës për këtë ngjarje, e cila në dijenin time jashtë kornizave dhe informacionet të policisë së Tepelenës ka ndodhur në vendin e quajtur Dilan, mes fshatit Salari dhe zonës së Nivicës, një diferencë të madhe distance mes Salaris dhe vendit ku ka ndodhur krimi. Mendohet se biznesmeni ka qenë i shoqëruar me persona të tjerë në automjet, të cilët të fundit gjykohen, besohen, se kanë qenë persona që kanë lajmëruar policinë për të ardhur në vendngjarje, dhe ndërkohë që policia në deklaratën e saj ka thënë se është gjendur i pajet në anës rrugës biznesmeni italian Edoardo Sacchi, i cili në fakt sipas informacioneve të Report TV është bashkëpronar në një biznes të prodhimit të qegullave në Tiranë dhe nuk është turist, sikurse është dhe në media të tjera. E kuptoj. Si ka ndodhur ngjarja, Piro? Dinamika e ngjarjes? Në dijenin time ngjarja ka qenë e tillë, pasi biznesmeni italian ka qenë i shoqëruar nga persona të tjerë në automjetin e tij dhe në ecjesi për është këmbyer me një automjet i cili vinte në drejtimin e kundërt, dhe nga ky automjet është krehur me armë automatike, fillimisht në drejtim të gomave, më pas kanë dalë italiani dhe persona të tjerë, të cilët kanë ngelur, italiani kanë ngelur i pajet, pasi ishte ngeli i pajet pasi u përball me breshërinë e automatikut të prunat. Piro, e kuptoj, të sqarojmë diçka lutem, e kuptoj që dhe informacionet gjithmonë nga burime. Pra fillimisht nga automjeti tjetër është shëlluar me breshëri në gomat automjetit që thonë dhe italiani, mund të ketë qenë ai drejtuesi i mjetit apo jo, dhe që mendohet apo dyshohet që të kishin me persona të tjerë. Dhe në drejtim të biznesmenit italian 44 vjeçarit, është shëlluar në momentin që ai ishte në automjet, apo pasi kanë shëlluar gomat automjetit, ata kanë zbritur dhe aty mund të jetë ekzekutuar biznesmeni italian, me aq informacione sa ke, se e kuptoj që Kjo fundit që thatë ju, Andi, është ajo çfarë unë kam marrë, që kam siguruar informacionet e mia. Pra, nuk ka qenë një vrasje me paramendim, pra që të ketë pasur dieni. Jo, thjesht dinamikën, na thoj dinamikën, më pas ato janë edhe çështje që edhe organet hetimore i përcaktojnë, por dinamika e ngjarjes, pra, të paktën është qelluar në drejtim të automjetit nga një automjet i cili vinte rishta në drejtimin e kundërt. Pra, fillimisht siç thatë juve në goma, më pas është qelluar në drejtim të personave që ishin në brendësi të automjetit ku ngeli. Në momentin që ata kanë qenë brenda në automjet, Po. Okej, po. Dhe mendohet se këta persona që kanë qenë në automjet kanë lajmëruar policinë e Tepelenës për të ardhur në vendngjarje dhe rrjedhimisht dinamika e ngjarjes ndodhi sipas dhe komunikatës drejtuar ndaj medjave nga ana e policisë, drejtorisë vendorit të policisë së Gjirokastër. Ç'do të thotë, është shëlluar me breshëri ndaj gomave më pas drejt automjetit. Dhe do të thotë biznesmeni italian ne themi që ka qenë i shoqëruar me 1, 2 apo 3 persona, këtë ende nuk e dim. Dhe viktim, po e kuptoj, dhe viktim apo viktimet kësaj ngjarje mund të mbetej, le të themi, kushdo në një farë mënyrë, sepse edhe ne gazetarët bëjmë rolin e hetuesit me informacionet që ne kemi. Mund ta themi në këtë opsion? Po. Ndoshta ka pasur edhe tjetër të lënduar, nuk dihet, por që këto janë informacione që unë Jo, të kuptojmë, patjetër, po të kuptojmë nëse 44 vjeçar italian biznesmen ka qenë shënjestër objektiv i këtij atentatit, apo është një ngjarje e tillë siç ne po e diskutojmë me burimet apo me hamendësimet. Po. Për tu parë, por të paktën sipas informacioneve që unë kam, të paktën nuk besohet të ketë qenë target biznesmeni italian. Prandaj po e pyes dhe po e diskutojmë. Sipas hulumtimeve të fidestare, nuk besoj të ketë qenë target italiani, por që gjithsesi në fakt
kjo ngelet për të zbardhur dhe te kornizave të grupit hetimor që është në vendjare dhe po hulumton rastin në fjalë. Gjithsesi, do të kemi pamje nga vendjare pasi unë ndoshta në lidhjen tjetër do të kemi dhe pamje nga vendjarja dhe transmetim drejt raportim drejt nga vendjarja. Gjithsesi, Piro, nëse nuk ka qenë target asnjë person në automjet, pak e çuditshme duket që persona të tjerë në automjet, një apo autori dytëshuar, një apo më shumë, që të qëlloj një automjet me breshëri, okej, nuk di paralajmërim fillimisht e gomat, më dhe në pas breshëri, nëse s'është dikush target. Ndoshta kanë qenë shënjestër personat që kanë qenë brenda automjetit. Po, dakord, po. Ju kuptoj. Si po vijon puna, të lutem edhe diçka shkurtimisht, sepse do të kemi edhe tjera informacione në komunikimet të tjera. Puna për kapjen, arrestimin e autorit apo autorëve të dyshuar. Atëherë, policia e Gjirokastës ka ngritur 3 postbloqe në drejtim perëndimor, jugor dhe lindor. Që do të thotë, janë ngritur postbloqe në kryqëzimin që lidh Pepelenën, qarkun e Gjirokastës dhe qarkun e Vlorës, pra në vendin e quajtur në Gusmar dhe në Gusmar një stacion policor, një postblok policor. Një postblok policor tjetër është ngritur në fshatin Dukat, pra në jug të zonës të fshatit Salari, dhe një postblok tjetër është ngritur në afërsi në kryqëzimin që lidh Tepelenën me zonën perëndimore dhe zonën jug perëndimore, në kryqëzimin mes Bënshës, Tepelenës dhe Salaris. Pra janë ngritur këto 3 postbloqe për të gjetur dhe për të zbuluar autorin e mundshëm të këtij krimi makabër që ka ndodhur pas mesnate në zonën e Dilanit, pra në vendin e quajtur Dilan mes Salaris dhe Nivicës. Mirë, Piro, faleminderit për këto informacionet, kemi tjera kontakte në lidhje për të marrë dhe tjera detaje, patjetër sepse timet vijojnë në lidhje me ngjarje të rënd. Falenderoj kolegun Piro Nase. Vjojmë njerë me programin Shtypi ditës dhe ju do të jemi deri rreth orës 9 dhe do të kemi mundësi sot, si që kam bërë me dije, që të kemi shumë hapësirë për biseda në studio komunikime për temën e ditës e jo vetëm. Por në këto moment është hapësira që për gjithë ata që e kanë humbur pasurin e shtypit, pra nuk janë zgjuar dot herët, sepse tek e fundit është edhe ditë e shtunë sot kanë fjetur pak më shumë dhe nuk e njohur me pasurin e shtypit, mund ta bëjnë në këto momente. Shumë shkurtimisht, disa për zhvillime kryesore unë do t'i rikthej në vëmendje, por nëpërmjet numrit telefonit që keni pasur në ekran, numrit fiks apo nëpërmjet numrit të WhatsAppit, në çdo moment që nga ky moment deri në orën 9, nëse doni të bëni pjesë e programit për dhënë mendimin tuaj, telefononi dhe bëni pjesë e programit. Edhe nëse jam duke shfletuar gazetat, me njëherë të marr mendimin tuaj. Pra bëjmë një kombinim të leximit të gazetave me bisedat në studio. E nisim me gazetën Panorama, sot jemi ditë e shtunë, data shënon 27 shtator për vitin 2025. Zhvillimi kryesor është ky. Zgjedhjet në Tiranë, garë mes zonjave, negociatat e Partisë Demokratike për rivalen e Manastirliut. Garë mes zonjave, kjo është të temi edhe pyetja, nuk është se ka të përcaktuar kandidate nga opozita. Grupi punës, zgjedhjet e reja në Tiranë kanë vënë në lëvizje demokratët, të cilët janë në kërkim të një emri konsensual me aleatët, ku nuk përjashtohet edhe një zonjë përballë socialistës Manastirliu. Detyrën për gjetjen e rivalit të saj Sali Berisha ja ka besuar tre prej vartësve të tij. Grupi punës përbëhet nga Noka Këlliçi dhe Ali Mehmeti. Opozita synon të zgjedhë një kandidaturë gjithëpërfshirëse, ndërkohë që në fletorin zyrtare dje është botuar vendimi për shkarkimin e Erion Veliet nga detyra e kryetarit Bashkisë Tiranës. Detajet lexoni në faqet 2 dhe 3. Vuajta në Kuriz diçka të padrejtë. Ervin Saljani deklaron do të punoj për qytetarët që përballen me padrejtësi. Pas lirimit me kushti, ish deputeti i Partisë Demokratike mbyll shërbimin e provës. Abuzimi, arrestohet ish menaxheri fondeve të Soros, akuza për përdunim dhe prostitucion. Përgjimet, tenderi i ujësellësit, bisedat që quan në hetim Erion Isajn. Marrim disa zhvillime nga suplementi Panorama Plus.
shkak martesa, çfarë ndodhi me lidhjen e DJ PM dhe Sarës? Roza Lati fshin fotot me Jonathanin, pyetje shtrohet është krizë mes çiftit, personazh Ëngjëlla Gaçi, pushime në jug mes sportit dhe leximit. Opinionet e ditës do t'i shohim pak, i kemi në brendësi në faqet 22-23. Janë dy shkrime të gjata dhe shtëruese, pra me detaje. Spari nga Gzim Tushi, sociolog, mjeshtri i madh, mund të lexoni. Krimi dhe krisja sociale e shoqërisë. Koha ka treguar se krimi zgjerohet pikërisht kur faktorët social dhe shtetëror coptohen. Pra, krimi zgjerohet kur faktorët social dhe shtetëror coptohen. Nuk ndërveprojnë për të frenuar krimin, për të bërë zap ata njerëz që kujtojnë se kanë të gjitha të drejtat për të bërë gjithçka, pa jo kanosur asnjë rrezik. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy thotë se pa autoritet, pa rend, pa hierarki, pa sanksione, shoqëria kthehet në gjendje natyrore, domethënë tek ligji i më të fortit. Prandaj nëse shteti i së drejtës nuk ngjall frikën e drejtë, bëhet bashkëfajtor për dhunën dhe krimin në shoqëri. Këtë ka thënë Sarkozy, i cili po ashtu pra është dënuar me 5 vite burgim pak ditë më parë, pra Nicolas Sarkozy. Kam në këto momente, do të kalojmë edhe tek opinioni i radhës, por kam në këto momente një bisedë komunikim në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Kush jeni dhe nga na telefononi, nga cili qytet bëni pjesë e programit? Bilal Drevishi nga Tirana. Nga Tirana. Zoti Bilal. Katuni ri rështet. Zoti Bilal nga Tirana. Faleminderit për telefonatën, të uroj fundjavë të mbarë dhe shëndet. Më thuaj, mendimi juaj për temën e ditës, a diçka tjetër ju dëgjoj. Faleminderit për temën e ditës. Erion Velia është e drejtë e tij. A më dëgjon? Ju dëgjoj shumë mirë. Të lutem, mos e afro më shumë telefonin, ose madje largoheni pak. Largoheni pak. Unë nuk do t'ju bezdis me... Po, jemi në rregull. Ka të drejtën e tij. Ju dëgjoj, zotri. Erion Velia ka të drejtën e tij të ankohet gjykatë kushtetuese derisa të merret vendimi i gjykatës formës prerë, apo jo? Jo, Erion Velia i ka të drejtën që ja një ligji që vendimin për shkarkim ta ankimojnë kushtetuese. Ndërsa me drejtësinë, për akuzat që drejtësia ka ndaj tij, është tjetër gjë, është GKK-ja. Kështu që janë dy çështje. Po. Dakor. Dakor. Tashi, për zgjedhjet në Tiranë, po? Do bëhen se ne votën ja kemi dhënë Erion Velis, po ne Manastërliu do t'i marri votat më shumë se ka marrë Erion Velia. Po pse e mendoni këtë gjë që Manastërliu do marrë më shumë vota se Veliaj? Për shembull, ju pyes. Në gjë, ai që punon edhe gabon. Ç'do të thotë? Erion Velia punoi, ndofta edhe ka gabu, se nuk e paragjykojnë ata, di gjykata, nuk e diun. Se nuk merrem me vendimet e gjykatës. As me dusi s'merrem. Po pse mendon se merr Manastërliu më shumë, pra, se këtë më tha edhe një zotëri pak më parë. Unë ju pyes, pse mendon që merr më shumë? Merr se Partisë Demokratike nuk i jep kush vot më. Okej, domethënë merr se është kundërshtar i keq. Pra fiton më thellë se është kundërshtar i keq. E kuptova. Okej. Duhet dilte dëgjoj. Po. Zoti gazetar. Po. Se kam respekt jashtë mase për gjithë gazetarët që dalin kundër qeverisë, që japin të drejtat, që flasin drejt, jo ata që shpifin. Sa ata që shpifin, shkojnë keveni, mëse ne keveni qenit. Okej. Po, ma thuaj, se nisë diçka të thoshit. Ma thuaj. Desha të thoshja këte, që Partia Socialiste në Tiranë do fitoj se derisa tjetë Sali Berisha, kryetari i opozitës nuk merr vot më. Okej. Mirë, zoti Bilal, të falenderoj. Edhe unë të falenderoj ju, respekte për televizionin tuj. Faleminderit, të përshëndes për telefonatën, i mirë pritur, nuk di kemi besojnë tjetër komunikim, apo vijojmë me shtypin e ditës. Okej, vijojmë, kemi
me shtëpinë e ditës. Me shtëpinë e ditës këtë moment në mendimin e regjisë, jemi ende në panorama dhe kemi opinionin nga akademik profesor Anastasia Angjeli, që dushim pak me vëmendje sepse ka të bëjë edhe me ekonominë, një nga çështjet kryesore të përditshmërisë. Lufta ekonomike, ekonomia e luftës dhe ekonomia e paqes. Nga të gjitha armiqt për liri publike, lufta është ndoshta me tmerrshmja, sepse ajo përfshin dhe zhvillon mikrobin e secilit. Lufta është prindi i ushtrive. Nga këto burojnë borxhet e taksat, instrumentet e njohura për të vënë të shumtët në dominimin e të paktëve. Asnjë komb nuk do të mund të ruante lirinë e tij në mes të luftës së vazhdueshme. Dhe kjo është një thënie në fakt i James Madison, presidenti i 4 i SHBA-ve e vitit 1795. E lëm pas gazetën Panorama, zhvendosim njëherë me gazetën Tema. Së pari do të shohim zhvillimin kryesor në gazetën Tema, ku në foto është Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike. Shohim edhe shkrimin që shoqëron akuzat qesharake Aruba, një babale karaibiane post-zgjedhore. Më tepër e lexoni në faqet 4 dhe 5. Nuk ka zgjedhje o njerëz, duhet i thrisni mendje. Sandi Bushati kundër pjesëmarrjes së opozitës në zgjedhjet e Tiranës, ndërsa Adriana Kalaja shpall kandidaturën për Bashkinë e Kryeqytetit. Intriga në zgjedhjen e kreut të SPAK, Lorenz Vangjeli deklaron, procesi ka nisur i helmuar, çfarë s'do të dëgjojmë, kush është relatori që nuk pranoi të bëjë pjesë dhe u troq. Gara për kreun e ri të SPAK, Anila Hoxha zbulon debatin e fortë në mbledhjen e KLP-s, pati dhunë verbale shkak ishte. Ecim mëtej në pjesën e sipërme. Muli në dilema për negociatat brenda opozitës. Arlind Qori refuzon PD-n, Lapaj dhe Dash Shehi mendohen. Mirë, kemi një tjetër bisedë në studio përpara se të kalojmë me opinionet e ditës që do t'i shohim patjetër. Kemi tjetër bisedë. Mirëmëngjes, urdhëroni. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të përshëndes. Tani më lejoni them gjërat Faleminderit, po unë i them gjërat drejt për drejt edhe në sy. Ti e di shumë më mirë se unë atë shprehje, ngjella me kripe, kripa me karar. E kupton për çfarë do them? E kuptova. Okej, mirë. Atëherë me që e kuptove, besoj do reflektosh, kështu që vijo dhe për sot. Më thuaj, ç'mendim ke për sot atëherë ose për çfarë do të flasësh? Se dje na fole për këtë temë. Prandaj do të përmend atë shprehje, po nuk ka rëndësia e ankimona se ankimona, Andi. Rëndësi ka që ne nuk e dim, Erion Velia është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë apo jo? Se dim këtë, nuk e dim. Publikisht e tjerë nuk e dim, se dim. Po pse? Dimi është sekret, Andi, nuk e dim këtë. Okej, po ç'do ndryshonte nëse do bëj bashkëpunëtor i drejtësisë si? Do ndryshonte shumë gjëra, Andi, në këtë vend. E ka thënë dhe ai Muslim Murridhi në parlament, deputeti Muslim Murridhi. Po, nuk është deputet momentalisht. Nuk ironizoj kohën e komunizmit. Këta janë shejtan të komunizmit të gjithë, Andi. Dhe ne nuk e dim çfarë do ndodhi. Po. Nuk kemi do të parashikues, Po, ju dëgjoj? Parashikues nuk jam, po mos besues jam. Ja, mos besues është e mirë të jemi për çdo gjë dhe në çdo moment. Por parashikimet pastaj disa dalin, disa nuk dalin. Po? Ka fituar Tiranën, Andi, po. Të thash unë edhe bile ta dhash edhe si informacion. Manastirliu është kryeministri i ardhshme femë ashtu, zonjë në Shqipëri. Okej. Diçka tjetër? Në rregull, apo jo? Po. Atë të bëjo një pyetje kështu. Kemi edhe hallëtia, Andi. Nuk kemi rrugë në mokër, nuk kemi investime. Pra këtu doja të dilja unë edhe t'ju pyesja. Me përditshmërinë aty. Unë jem të rinj që punojnë jashtë, kanë kursime, duan të vinë, po si ti investojnë, Andi, në një kohë që ne tokat edhe i kemi edhe si kemi pronat. Edhe jemi pronar edhe si jemi. Jemi pronar me fjalë, jo me dokumenta. Po gjithsesi Mokra është një zonë shumë, unë nuk kam qenë, po kam dëgjuar edhe është një zonë shumë e bukur, e mrekullueshme, prodhuese, zonë shumë prodhuese, faleminderit, zonë shumë prodhuese. Viti gjitha ka njerëz mikpritës dhe të dashur. Po, faleminderit. Mirë, të përshëndes.
fare, faleminderit. Faleminderit, përshëndes. Të përshëndes për telefonatën. Ecim në këto momente. Okej, momentalisht në fakt do të vjojmë pak me gazetat që të rikthejmë të plota në vëmendje të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi dhe në pas do të kemi gjithë hapësirën deri rreth orës 9 vetëm për biseda. Me video call shumë mirë se ja e pat. Edhe zotëria e ka mësuar dhe në detaj teknik, e pozicionon shumë mirë telefonin edhe nuk ka që dhe asun t'i them diçka. Ju lutem me mirë sjellje që të bëni të gjithë këtë gjë që jo të lëvizim telefonin kur jemi me video call. Vjojmë në këto momente me opinionet në brendësitë gazetës Tema. Nisim me atë të Desada Metajt, opozitës, i duhet një kandidat i fort dhe politik për Tiranën. Kjo është ajo shkruan gazetarja Desada Metaj, nuk di nëse mund të mish gazetare, por pra edhe një opozitës i duhet një kandidat i fort dhe kandidat politik për Tiranën. Tirana është kryeqendra e vendit dhe gara për të është në një farë mënyre edhe gara për Shqipërinë. PD dhe opozita nuk kanë përballë Manastirliu në zgjedhjet e pritshme, përballë tyre është Edi Rama. Ndaj, naiviteti dhe llogarit për një kandidat jo politik dhe bashkinë partive opozitare për ta mbështetur me gjaz do të jenë thjesht justifikimi për humbjen e garës. Nga Indrit Vokshi mund të lexoni, po ikin opozita e vërtet tek Edi Rama, për ata që nga opozita janë bashkuar Edi Ramës sipas Indrit Vokshit. Janë apo s'janë opozita e vërtet dhe ndër tjera shkruan me që nuk i mundëm dot, imoraliteti i tyre është më i fortë se ne. Dhe po i mund imoraliteti i tyre, po i mund pafytyrësia e tyre, sot kam kënaqësinë t'ju them, kush është i shitur tek Rama o Ordinera? Vjoj me opinionin nga Leonida Mërtiri. Kemi këto momente në ekran edhe e shohim më konkretisht helmimi i një shoqërie. Nga ana tjetër, nuk ka munguar dëshira dhe hapat konkrete Shqipërisë për shfrytëzimin e gjithë potencialeve me fqinjin tonë, si në ekonomi përmes bashkëpunimit në fusha si ato të energjisë, transportit, detarët, kulturës e tjerë dhe që shqiptarët atje të jenë sikur se ka ndodhur urat vërteta në marrëdhëniet midis dy vendeve. Editoriali i ditës nga Miro Baze në gazetën Tema. Përse Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të zgjidhet letemi kryebashkiake se sa kur është emëruar apo kur ka mësuar që do të jetë kandidate në asamble e mbani mend. Miro Baze shkruan së fundmi Balluku është edhe një lehtësi politike për rezultatin elektoral të Manastirliut. Nuk po flasim për fitoren, se ajo nuk është e rrezikuar, por për rezultatin elektoral që duhet të ruajë së paku rezultatin elektoral të zgjedhjeve të vitit 2025. Përfundojmë gazetën Tema, zhvendosim njëherë me gazetën Dita edhe për të fituar kohë. Ndalemi tek zhvillimi kryesor që ka të bëjë me Bashkinë e Tiranës. Detaj analizë Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Ky është kryeartikulli në Dita. Manastirliu e përzgjedhur nga Rama për detyrën e kryetares i ka bërë atij vetëm një kërkesë, që Balluku të jetë udhëheqësi e fushatës elektorale për Bashkinë e Tiranës. Ja pse? Duke i lënë përsipër udhëheqjen e fushatës Belinda Ballukut, që është de facto kryeministre e vendit, Manastirliu ka zgjidhur një sër problemesh të fushatës me një të rënd të lapsit. Më tepër detaje lexoni në faqen 3. Mbetemi në Dita, situata brenda Shqupit, pse frika e opozitës nga zgjedhjet e parakohshme në Tiranë nuk ka si shkak Ramën. Incidenti Odiseja e turistit holandez nga aksidenti në rrugë tek netët në Paraburgim. Në Gjirokastër ndalemi një tjetër zhvillim që ka të bëjë me një aksion të SPAK. Pronari lokalit luksoz në Tiranë akuzohet për 5 vrasje dhe trafik droge. 213.000 përfitues nga paqja fiskale do të falen 335 milion euro borxhe mbi 10 vjeçare. Rreth 1.7 miliard euro është borxhi tatimor që do të preket nga paqja fiskale parashikuar në programin e qeverisë. Çdo borxh i krijuar para 2016-s falet plotësisht. Nga Dita kalojmë në Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës dhe kemi së pari zhvillimin kryesor. Me Air Albania, as të gjallët e as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Një trup i pajet u bë viktim në thonjza e një pritje absurde, duke qëndruar për orë të tëra brenda avionit të Air Albania së bashku me pasagjerët që udhëtonin drejt Milanos. Fluturimi nga ana e kompanisë është vonuar me më shumë se 6 orë, thuhet dhe shkruhet
ndër të tjera. Kryeministri Rama, thirrje të rinjve dhe bizneseve mos e humbisni një event për inteligjencën artificiale që po vjen në Shqipëri. Presidenti Begaj takon sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Guterres, Shqipëria rol në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe të drejtave të njerëzit, por ka pasur takim edhe me presidentin amerikan, po e ndiqni në fleshin informativ presidenti ynë. Analiza nga Zef Preçi, kalimi i Ylberit politik ka hapur portat për element Soros, kohë që qytetarit të ketë të drejtë të revokojë mandatet. Shohim një tjetër zhvillim që ka të bëjë me rubrikën Dosier Amik Kasoruho, histori e tradhtive, histori e trisht. Sociale, Kuçova, Kutërbon, Kreshnik Hajdari ndan paratë e tendrit të VC-ve me Kriston dhe mbikëqyrësin e punimeve 6D plan. Kemi rubrikën Mjeku në familje për virozët e stinës që prekin fëmijët, shenjat e para dhe grup moshat më të prekura para ndalimi dhe kurimi. Opinionet e ditës nga Qemal Lami mund të lexoni. Donald Trump me qëndrim të ri për Ukrainën, nga Mustafa Bakia si veteran, patriotët e skraparit dhe lufta kombëtare e Vlorës. Vijojmë nga Telegraf në Panorama Sport, që është e fundit nga të përditshme që na kanë mbritur në redaksi dhe pas do të shohim shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet. Jemi me Panorama Sport, Elbasani prov lideri, Partizani për ringjalljen. Ka të bëjë me ndeshjet që luhen sot dhe nesër në kampionatin shqiptar. Gvozdenovic, jemi më të fortë se Dursakët, dobit e Utës na kënaq vetëm fitoria. Demat me mision në ballë, Shmilinkovic prisja më shumë pikë. Mbetemi tek i njëjti argument, futbolli shqiptar. Artur Çobani deklaron Dinamo do të rikthehet. Jorgji gabon me dashje. Ish lojtari blu analizon superioren. Foto është Artur Çobani. Derbi Tirana Dinamo sot në orën 16. Bordin, trajneri i Tiranës, deklaron nuk ka kohë për dorëzim, Tirana duhet që të ngrej kokën. Daja hesht sërish, pra Daja trajneri i Dinamos nuk flet për mediat, rezultatet tensionojnë situatën tek kryeqytetasit. Dhe kategoria superiore, ndeshjet e javës së 5, sot luhen këto sfida. Byllis Partizani, Tirana, Dinamo, Elbasani Teuta, nesër Vllaznia Vora, Flamurtari e Gnatja. Në futbollin europian, në Itali, Allegri dhe Conte, historia që mund të mos ishte shkruar. Milan-Napoli luhet nesër dielën në mbrëmje. Në Gjermani, Bayern i marshon, Kane është i papërmbajtshëm. La Liga, derbi Madridit ndal Spanjën Barça në kaos, sepse sot luhet në 16:15 Atletico Real, derbi i Madridit. Fokusohemi në shqiptarja.com në këto momente së fundmi me pasqyrën e shtypit. Është faqja jonë zyrtare në internet, kemi edhe mjetin për ta parë më së miri dhe shumë thjeshtë për të treguar në ekran, kemi pra iPadin në tryezin e punës. Zhvillimi kryesor në shqiptarja.com tjetër ka të bëjë me ngjarjen e rënd të regjistruar në Tepelen. Vritet italiani në Tepelen, është shëlluar me automatik nga një mjet në lëvizje 44 vjeçari administrator i një fabrike tullësh. 44 vjeçari italian ndodhej në zonë për gjueti. Në fillim autori ka qelluar në drejtim të gomave të mjetit dhe më pas në drejtim të tij. Italiani rezulton administratorin kompanive tullësh Kryeqytet, policia ushtron kontrollin në zonë dhe në ambiente ndryshme. Është një foto ilustruese. Në fakt kemi rubrikën minut pas minuti dhe do të shohim edhe një foto lajm. Begaj, presidenti i Republikës, takohet me Donald Trump, deklaron miqësia shqiptaro-amerikane, një lidhje fort dhe pathyeshme. E zmadhojmë pak, e kemi mundësinë për të parë edhe foton zyrtare. Ja i kemi në ekran. Armanda dhe Bajram Begaj, Donald dhe Melania, po Melanie Trump, pra çifti presidencial i SBA-ve dhe çifti presidencial në Shqipëri. Mirë, këto ishin zhvillimet më të fundit edhe më të freskëta edhe në shqiptarja.com, që është faqen zyrtare në internet. Në këto momente zhvendosemi në pak reklama, shumë shkurtimisht, të rikthehemi, kemi ende kohë dhe hapësirë për të vjuar bisedat së bashku deri rreth orës 9 me programin Shtypi i ditës dhe jo. Jemi në studio, vjojmë bashkë bisedimin së bashku, për temën e ditës e jo vetëm, do shohim edhe në ekran. Kemi ende kohë dhe minuta për të shfrytzuar vetëm për të biseduar së bashku. E shtuna, në fakt, na jep, le të themi, një lloj frymarrje në thonjza, krahasuar dhe me ditë e javës, ku programin e kemi edhe me rubrika tjera me shumë interes absolutisht, edhe me komunikimin dhe me telefonatat së bashku edhe gjatë ditëve të javës, por sot thjesht kemi pak më shumë kohë. Velia i është kërkuar si kryebashkiak i Tiranës, edhe nga Këshilli Bashkiak, edhe nga qeveria. Ka të drejtën ta ndihmojë këtë vendim për shkarkimin, çështja e drejtësisë, akuzat janë tjetër gjë në gjykatën kushtetuese. Sipas jush,
Duhet ta bëj apo jo? Në pas vendimit akon ati, apo edhe avokatëve. Kjo është tema e ditës, sepse gjatë kësaj jave kjo çështje ka qenë temë kryesore. Telefononi në numrin që keni në ekran poshtë, por unë tashmë ju them shumë telefononi me video call në këtë numrin tjetër, që keni pak më sipër temës, është numri WhatsApp-it. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Uleni pak zërin e... Mirëmëngjesi, ju dëgjoj me kënaqësi, më thuaj. Po, për sa i takon Velis do thosha, ai ka plot të drejtë të ankimohet. Jo, kam krejt televizorin. Jemi në rregull. Po. Ka plotësisht drejt të ankimohet, veç unë mendoj që ankimohet kot. Dhe ka krejt kot. Sepse ka të sigurt humjen. Çe do thoshni? Po, më thuaj. Ky është arrestuar nga një kryeministër i cili nuk pyet për gjykatën. Nuk pyet për parlamentin. As pyet për presidentin. Jo, në pyet për kurrenin. Në këtë rast, të lutem, po shpjegoje bërë edhe pak më parë. Vendimi për shkarkim ankimohet në kushtetuese, që gjykatë është dhe kjo, po kushtetuesja. Nuk po flasim për GKK-on që do të shqyrtoj gjitha ato akuzat që ka bërë SPAK-u, akuza penale në mos gaboj tjeri tjerë. Po? Po ky s'ka pyet as herë tjera për kushtetuese në burë, jo as për kushtetuese. Okej. Thjesht për sqarim. Thjesht për sqarim ta thash, po. Aha. Po, kështu që ajo ka mos e sigurt humjen. Dëgjova një parafol që foli në ekran sa kush punon sa gabon. Ky nuk ka gabua. Ky ka vjedh me qëllim sa ka mujt. Bile, nuk po hetohet për vjedhjet e mëdha installatore e kompani, po hetohet për disa të vogla. Kështu që ai nuk ka gabua. Ka vjedh sa ka mujt edhe marrë punë. Okej. Tani, si tretit kisha edhe një disa të vogël për pensionistët. Ma thuaj për pensionistët, po. Andi lexoj çdo ditë në rrjetet sociale, nuk po them me qindra, po me 10 shkrime që thot, ja sa do të rriten pensionet. Ja thot sa do fusin xhepat e tyre pensionistët. Ja sa do të bëhet kjo, ja sa do të bëhet ajo. Pa deri kur të utall me këta pensionista kështu më rëburi dhe që janë të shkrime që bëhen këtu. Hynë e lexon dhe nuk ka asgjë. Zotri. Urdhë. Jo dje pardien mos gaboj. Ne kishim një ekspert për pensionet këtu, shumë i mirë, zotin Kujtim Hoxha. Edhe ai e bëri, nuk di nëse na dëgjove, e bëri për llogaritjen e sakt që sa mund të jetë indeksimi i pensioneve në tetor. Vërtitet 3 deri në 3.4, që thamë edhe shifrën, se ju ajo i intereson. Kështu që ti mund të lexosh ç'të duash në rrjetet sociale, po na ndiq ne, shiko Report TV-n edhe. E pash në YouTube atë zotin Hoxha që thamë 3.5, po do përfitojnë pensionistat, ka 4-5 lekë, dikush edhe 5-6. Dakord, ajo është tjetër gjë pastaj, po unë po them që të tham shifrën që sa mund të jetë. Mirë, faleminderit. Faleminderit, të përshëndes për telefonatën. Në këto momente ndërpresim pak, le të themi, rrjedhën normale të programit Shtypi i ditës dhe ju, sepse do të rikthehemi sërish në komunikim me kolegun Pironase për ngjarje të rënd të regjistruar pra në zonën e Tepelenës, ku është vrarë një italian, një 44 vjeçar dhe do të kemi në këto momente të tjera detaje. Piro, të përshëndes edhe një herë, e di mjaft mirë sepse edhe zona është pak e largët, pra edhe jeni duke u zhvendosur në vendin e ngjarjes, për pamje dhe për më tepër detaje. Çfarë të reja kemi dhe nuk di autori i mundshëm apo autorët e mundshëm mund të jenë identifikuar nga ne policisë, kjo në pas ndoshta do të bënte le të themi më të thjeshtë ndoshta edhe le të themi ndalimin apo arrestimin e tij. Pa, Andi, ajo çfarë është mësuar së fundi nga burimet shumë konfidenciale, vetë se është identifikuar autori i mundshëm i këtij krimi makabër, i cili është një person me inicialet GB, të cilin policia e ka identifikuar si autorin e mundshëm, autorin potencial të vrasjes së biznesmenit 44 vjeçar italian në orën 00:35 pas
mesate ku ka ndodhur në zonën e Dilanit me salaristë dhe Nivicës, po? Dyshohet se italiani ka qenë me persona të tjerë në bordin e automjetit të tij dhe dyshohet se italiani ka qenë pjesë e një fushate, më falni, ka qenë në përgja, ka dalë përgja në zonën e Nivicës dhe në të ardhur pa në të zbritur nga zona e Nivicës në afërsi të salarisë në vendin e quajtur Dilan është të qelluar me breshëri automatiku nga një person apo persona të panjohur, të cilët kanë shtënë me armë zjarri automatik në drejtim të automjetit që ndodhej italiani. Italiani ka qenë, të fakti pas burimeve të mia, ka qenë me persona të tjerë në bord, të cilët kanë njoftuar policinë e Tebelenës për ngjarje në fjalë. E më pas dyshohet se personat e tjerë të paktën duhet të japin informacione, duhet të japin dëshmi në policinë e Tebelenës për ngjarje në fjalë. Të ketë qenë 44 vjeçar italian shënjestër, këtë mund të themi do të apo ende nuk e di me informacionet. Një informacion i cili sa po më ka ardhur, të paktën nuk duhet ta marrim të mirë qenë, ndoshta jam i rezervuar për ta konfirmuar. Mendohet se personi në fjalë i cili dyshohet se ka shtënë në zjarri, italiani njihet si një person i cili është konsumator i lëndëve psikotrope. Pra kemi të bëjmë ndoshta informacioni nuk është i plot, ndoshta duhet të vërtetuar akoma, por që është personi i cili dyshohet se është konsumator i lëndëve psikotrope. Ndoshta ka qenë nën efektin e këtyre lëndëve që ka shkrehur Piro, tani, me këtë që ju më thatë, ndoshta ky person që ju e bët me dije se informacionet vinë nga momenti në moment, ju e bët me dije që është me inicialet GB, personi që shpallë në kërkim, Gazmend Braçe, mund tjetë një identitet i plotit, i gjithmonë nga burimet paraprake. Këtu mund mos jemi dhe 100% të saktë nga burimet paraprake, sepse policia, Piro, për isë vërtetës, nuk besoj dhe ju nuk e keni sjellë, nuk e ka një informacion qoftë edhe paraprak. Jo, e ka një informacion paraprak për ngjarjen, ka informacion paraprak për ngjarjen, por jo detajet për autorin e mundshëm. Tani, policia, Andi... Po, ma thuaj, sepse ka ndonë diçka të rëndësishme. Po, ma thuaj. Andi, më falë, policia ka një informacion të detajuar, është goxha ka avancuar mjaft, me të dhënat që ka marrë në mënyrë operative nga tereni, është shumë e rezervuar grupi hetimor që është ngritur me këtë rast, dhe me përbërjen e grupit hetimor është dhe prokurori i gatshëm i prokurorisë Qirokastrës, është treguar shumë Jo, të kuptoj, dakord, por njoftimi paraprak për këtë ngjarje nuk ka shumë detaje. Këtu e kisha, dakord. Tani, të lutem. Kjo është bërë në mënyrë që të paktën sipas atyre burime që unë kam, kjo është bërë në mënyrë që personi në fjalë të mos të informohet përmes rrjeteve sociale apo televizioneve për atë se çfarë po ndodh. Sepse ka një dyshim shumë themelor që personi në fjalë të jetë fshehur në zonën e Gusmarit dhe Nivicës. Të paktën ky është një informacion fare i fundit që ka figuruar. Dhe kjo është arsyeja që është treguar shumë hermetik në dhënien e informacioneve. Okej, nuk di ai nëse atë zonë thellë hap telefonin me internet e me çdo gjë tjetër, edhe mund të kuptoj që i ka dalë edhe emrin ekran që është në kërkim, po ai me lëndë psiko... Zona që ka ndodhur... Zona që ka ndodhur... Më falë, zona ku ka ndodhur krimi ka pasqyrim dhe akses në internet. Piro, e shikon emrin e tij në telefon në lajme, për autori i dyshuar i kësaj ngjarje apo autori, apo jo, me lëndë psikotrope apo jo, në efektin e drogës e alkoolit, nuk di që të them, me që dyshimet janë atje, apo pa efektin e kësaj, nuk di ai ka kryer një krim ose ka qelluar me armë zjarri. Ndoshta nuk ka qenë edhe i vetëdijshëm nëse është përdoruesi këtyre lëndëve psikotrope. Kjo mbetet për të parë, por fakti që ne po i publikojmë inicialet, apo edhe emrin e plot Gazmend Braçe, autori dyshuar të kësaj ngjarje, nuk mendoj se do të ndikojë negativisht tek policia për të arrestuar. Po kjo është diçka tjetër. Të lutem, ajo që unë dua të lidh të gjitha fijet e kësaj ngjarje është, nëse ky person
është një person që përdor lëndë psikotrope, nuk dinën efektin e lëndëve narkotike e tjerë. Mund të bëj sens kjo gjë, sepse dinamikën e ngjarjes ne, gjithmonë, me gjitha dhënat që ne kemi, Piro dhe që ju thoni, unë mundohem të bëj një lidhje. Fillimisht është qelluar pra me armë zjarri në drejtim të gomave të automjetit dhe në pas në drejtim të personave që ndodheshin në automjet. Personi autori dyshuar me lëndë psikotrope tani nuk dit të ke qenë në efektin e tyre vështirë pak sepse mund qëllon edhe drejt për drejt në automjet dhe jo fillimisht tek gomat. Nuk dim si ta bëjmë lidhjen, po ka qenë kreti dhe dishëm apo jo. Janë të dhëna që vinë nga momenti në moment, Andi, dhe nuk është ndërtuar ai puzzle. Po mundohem ta ndërtoj unë me gjitha këto informacione, po prap është e vështirë dhe paktën që të kemi një dinamik të plotë të kësaj ngjarje për të zhvilluar dhe shkaqet që e sollën. Por që gjithsesi ndoshta në minutat pasardhëse do të kemi diçka më tepër për të dalë me një konkluzion të plotë dhe për të ndërtuar atë puzzle-in e gjithë zhvillimit që ka ndodhur në orën 00:30. Po, eksakt. Jo, le të themi për ta mbyllur këtë komunikim të momentit, të tjera do të kemi, si duke qenë një person që përdoruesi lëndëve narkotike të tjerë, ai ndoshta nuk ka pasur fare objektiv, për shembull shtetas italian apo në një tjetër që ndodhej aty. Ai ndoshta ka qelluar me breshëri automatike në drejtim të një automjeti që i ka dalë përpara ose është shkëmbyer në orën 12:30 të natës. Një version, një variant. Ndoshta mund të ketë qenë target edhe personat që ka qenë brenda bordit ku gjendej italiani. Kjo vlen për tu... Patjetër që policia do të hetoj se... E kuptoj. Mirë, Piro, ne na takon që të mbledhim gjitha informacione dhe të mundohemi dhe ne të krijojmë dinamikën e ngjarjes. Po. Pasuese shpresoj, besoj se në lidhjen pasuese do kemi jo vetëm një informacion më të plotë dhe më të saktë, por do të kemi edhe pamje nga vendngjarja, e cila do të përcillen ekskluzivisht për reportëron. Patjetër, i mirëpritur sepse me shumë, le të themi, enigma deri më tani të panjohura kjo ngjarje. Por absolutisht është një ngjarje shumë e rëndë. Faleminderit kolegut Pirona, se është një ngjarje shumë e rëndë e regjistruar në zonën e Salarisë dhe Nivicës në Tepelen. Një biznesmen italian 44 vjeçar pra ka humbur jetën, që ishte në atë zonë për gjam, ndoshta kthehej pra në rreth orës 12:30 apo ora 00:30 pas mesnate. Një automjet që shkëmbej me automjetin ku ndodhej biznesmeni shtetasi italian dhe dyshohet që ka qenë me persona tjerë, përveç se kanë qenë për gjam, nuk besoj të ka qenë i vetëm, ka qenë minimum edhe një person tjetër, është shëlluar nga një person me breshëri automatiku. Mendohet fillimisht drejt gomave të automjetit, edhe më pas në drejtim të pjesës sipërme të automjetit apo edhe të personave që ndodheshin në të. Eduardo Sarki, pra është biznesmeni italian, që ka qenë bashkëpronar një fabrike tullesh për një biznesi këtu në Tiranë, dhe personi që mendohet apo dyshohet se është autori i kësaj ngjarje, njihet si përdoruesi lëndëve narkotike. Policia po kreh zonën, autori dyshohet se fshihet mes Gusmarit edhe Nivicës, me inicialet GQ, nuk di në një moment me burime pa të memrin, po ta themi të plot apo jo, nuk di nëse ndikojmë dhe në hetimet e policisë, por këto janë të dhënat që kemi deri në këto momente. Po mundohemi që të marrim edhe gjitha versionet për se si mund të ketë ndodhur ngjarja, por i takon edhe policisë që të hetojë eksaktësisht, dhe këtë gjë po bën në fakt edhe prokurori në zonë. Kjo është ngjarje e rëndë që është regjistruar pas mesnate pranë në zonat e thella të Tepelenës, pra në zonën mes Salarisë dhe Nivicës, ku me armë zjarri, me automatik, ka mbetur i vrarë një biznesmen italian, pronar një fabrike tullash këtu në kryeqytet, që në atë zonë ishte për gjah. Mirë, kështë edhe zhvillimi minutës fundit edhe tjera detaje nga një ngjarje e rëndë regjistruar në zonën e Tepelenës, por kemi mbritur në fakt edhe për shkak të hapësirës kohore dhe në fund programit Shtypi i ditës dhe ju për mëngjesin e sotëm, mëngjesin e kësaj të shtunë. Qëndroni në Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rezet Dielli, miru dhe kofshim së bashku.